Përshëndetje shenja krepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakëll. Fjala që prizëm orakëll ju dhuron është kujdes. Kujdesi nuk paralajmëron gjithmonë rrezik, por ju fton të veproni me mençuri, të mos nguteni para kohe dhe të dëgjoni thellësisht frekuencat e padukshme që ecuria juaj po ju dërgon. Ju si akrep keni aftësinë unike për të parë përtej sipërfaqes. Këtë javë kjo dhunti është arma juaj më e fortë, nëse e përdorni jo me frikë, por me qartësi shpirtërore. Gjendja personale me njeriun e varur, hierofantin, asi i shpatave dhe 9 shkopinjt tregon një periudhë reflektimi të thellë dhe shpirtërisht të rëndësishme. Njeriu i varur flet për durim dhe pezullim. Ju mund të ndiheni sikur disa gjëra nuk po lëvizin me ritmin që dëshironi, por kjo ndalesë nuk është humbje, është moment për ta parë jetën nga një kënd tjetër, për të ndryshuar mënyrën se si e perceptoni një situatë. Hierofanti, prifti domethënë, sjell elementin e udhëzimit shpirtëror. Është një javë ku mund të ndiheni të lidhur me ndonjë autoritet moral ose mësim të brendshëm që ju udhëzon drejt qartësisë. Kjo mund të jetë intuita juaj, një mësim i vjetër, ose dikush që ju kujton në rëndësinë e besimit të përhershëm. Asi i shpatave është shpata e ndriçimit. Prej këtyre reflektimeve lind një vizion i ri, një ide që e ndan mjegullën në mes, një qartësi mendore që vjen pas një periudhe pezullimi. Në fund, 9 shkopinjt tregojnë lodhjen nga përpjekjet e gjata, por edhe këmbguljen. Jeni ende në këmbë, sado plagë të keni mbledhur. Nga ana intuitive, unë do thoja mos e shihni qetësinë si ngecje, as qëndrueshmërinë si dobësi. Forca juaj këtë javë qëndron në durimin e ndritur, jo në nxitimin për të përfunduar diçka që ende po piqet. Kalojmë në familje. Në familje, energjia është më e qetë, më e butë dhe me dritë. Kalorësi i kupave, mbretëresha e shkopinjve, 6 shkopinjt dhe 6 kupat formojnë një tablo të dashurisë, ngrohtësisë dhe afërsisë së sinqertë. Kalorësi i kupave tregon kujdes, mirësi, butësi dhe një ndjenjë shpirtërore që ripërtërihet. Mund të ketë komunikim të ngrohtë, falje apo gest dashurie që rikthen afrimitetin. Mbretëresha e shkopinjve përfaqëson energjinë e frymëzimit dhe vitalitetit që futet në shtëpi, ndoshta një figurë femërore ose prani që sjell motivim dhe dritë. 6 shkopinjt janë fitore, pranim dhe vlerësim. Një situatë familjare mund të zgjidhet me sukses, ose mund të merrni mbështetje nga njerëzit pranë jush. 6 kupat e përmbyll me nostalgji dhe ngrohtësi, rikthimi kujtimeve të bukura, përkujdesje, kujtime që ju qetësojnë shpirtërisht. Pra është një javë me valë emocionale pozitive për familjen. Kujdesi, dashuria dhe mirësia që jepni do të reflektohen shumëfisht tek ju. Pra këtu karta e kujdesit nga orakulli merr formën e vëmendjes, jo të alarmit. Pra dëgjoni më shumë, mos gjykoni dhe energjia lullëzon vetë. Kalojmë në dashuri. Në dashuri, kartat tuaja kanë një frekuencë intriguese që i shkon për 7 natyrës së akrepit, 7 shpatat, 8 shkopinjt, 2 shkopinjt dhe perandoresha. 7 shpatat është karta e fshehtësive, dyshimeve ose taktikave të heshtura, pra strategji. Nuk ka pse të jetë negativitet. Pra mund të jetë thjesht strategji. Kaq,
por mund të tregoj që dikush, ose ndoshta ju vetë, nuk po tregon plotësisht ndjenjat ose po lëviz me kujdes, pra po tregohet i kujdesshëm. Kjo është karta që kërkon sinqeritet bashkë me Prism Oracle që është kujdes. Ajo ju këshillon, pra Prism Oracle ju këshillon të analizoni sinjalet dhe t'i besoni intuitës suaj. 8 shkopin sjell përshpejtim, komunikim, lajme ose përparim të papritur në ndjenja. Mund të ndjeni një val pasioni, mesazhe, takime ose momente që ju zgjojnë emocionalisht. 2 shkopinjt janë periudha vendimi. Dashuria po ju kërkon që të shikoni nëse rruga që po zgjidhni ushqen vullnetin tuaj të brendshëm apo jo. Dhe perandoresha. Perandoresha e mbyll këtë kapitull me ngrohtësi, me ndjenjë të thellë. Ky është fryti i dashurisë që vjen në formë të pjekur, qoftë një lidhje që zbut tensionet, qoftë rikthimi i vetvlerësimit në zemrën tuaj. Energjia e dashurisë është magjike, por kërkon kujdes dhe sinqeritet. Pra, çfarë fshihet sado e vogël mund të bëhet pengesë. Vetmia shëron, por hapja rigjallëron. Kalojmë tek puna. Në fushën profesionale është shumë e fuqishme dhe kërkohet maturi. Pra perandori, dielli, kalorësi i shkopinjve dhe 8 shpatat janë një përzierje fuqie, veprimi dhe vetë ndërgjegjësimi. Perandori është simboli i kontrollit, strukturës, autoritetit. Ndoshta jeni në një moment ku duhet të drejtoni me qetësi, pa pushuar nga qëllimi juaj. Kjo është energji që kërkon disiplinë. Dielli në krah të tij është shpërblimi, njohje, sukses dhe vetbesim që rritet. Ju keni aftësinë të dilni në dritë këtë javë, të merrni mirënjohje për punën tuaj ose të fitoni qartësi në lidhje me drejtimin profesional. Kalorësi i shkopinjve ju nxit për entuziazëm dhe lëvizje, por 8 shpatat ju paralajmëron se mund të hiqni dorë nga një frikë e pavetdijshme ose të ndjeni të kufizuar nga një mentalitet që nuk ju shërben më. Nga ana intuitive, unë do të shtoja se ju mund të triumfoni, por duhet të mos e lini frikën të marrë timonin. Autoriteti është i vlefshëm, por vetëm nëse e shoqëron përullësia. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi kujdes. Ky orakull nuk paralajmëron rrezik, jo gjithmonë rrezik, por ndonjëherë dhe mund të paralajmërojë rrezik. Varet. Por në përgjithësi kjo kartë ju kujton fuqinë e vetdijes. Kujdesi që përmendet këtu është qartësia shpirtërore përpara veprimit. Mos veproni nga frika, veproni nga ndjenja e drejtësisë dhe instinkti i palëkundur që e karakterizon shenjën tuaj. Kjo javë ju mëson ta përdorni fuqinë me maturi, të mos zbuloni çdo plan para kohe dhe përpara të tjerëve, dhe të mos lejoni emocione të nxehta t'ju çojnë në vendime të parakohshme. Energjia e akrepit është magnetike. Kur jeni të qetë dhe të vetëdijshëm, gjithçka përkon me ju. Paçim!